Kryeministri britanik Keir Starmer kërkoi falje viktimave të Jeffrey Epstein për caktimin e Peter Mandelson si ambasador të Mbretërisë së Bashkuar në Washington, pavarësisht lidhjes së tij me financiarin famkeq. Në një fjalim të mbajtur ditën e njëjtë, Starmer tha se Mandelson e kishte portretizuar Epstein, i dënuar për krime seksuale, si një person të cilin e njihte fare pak. Më vjen keq që u besova gënjeshtrave të Mandelson dhe e caktova ato ambasador, deklaroi Starmer. Kryeministri e shkarkoi diplomatin në shtator pasi një seri emailësh u publikuan dhe tregonin se ai e kishte ruajtur miqësinë me Epstein pavarësisht dënimit të tij në vitin 2008. Epstein u vetvran në qelinë e tij në vitin 2019, teksa priste procesin gjyqësor në Shtetet e Bashkuara për të përballur me akuza federale për shfrytëzim seksual të disa dhjetra vajzave. Vetë Starmer nuk është takuar kurrë me Epstein dhe nuk akuzohet për ndonjë shkelje. Megjithatë, kreu i qeverisë po përballet me presione të forta për caktimin e Mandelson pas publikimit të dokumenteve të reja që ekspozojnë me detaje lidhjen e ambasadorit me financiarin famkeq. Më gënjyen fakti që Mandelson njihej me Epstein, dihej publikisht prej kohësh, por asnjë nga ne nuk e dinte për marrëdhënien e thellë dhe të errët mes tyre, tha Starmer. Ndërkohë policia britanike po e heton ish diplomatin për abuzim me postin. Megjithatë, për momentin ai nuk akuzohet për ndonjë krim të karakterit seksual. Dokumentet e publikuara javën e kaluar nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë përmbajnë të dhëna që sugjerojnë se Mandelson dau informacione të rëndësishme qeveritare me Epstein pas krizës financiare globale të vitit 2008.